إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. Falënderimi takon Allahut subhanahu wa ta'ala, atë falenderojmë dhe vetëm prej tij ndihmë dhe falje kërkojmë. Salavatet dhe selamet tona ja dërgojmë dashurit ton Muhammedit sallallahu alaihi wasallam, familjes tij, shokëve të tij dhe gjithë atyre që e pasojnë rrugën e tij deri në ditën e gjykimit. Vëllezër të nderuar, njerëzit në këtë dunja, njerëzit në këtë kohë dhe në kohra tjera në përgjithësi ndahen në 3 kategori. Njerëzit janë në 3 lloje të ndryshme në mesin e tyre. Disa prej tyre janë musliman, ata të cilët janë pjesëtar të kësaj feje, pjesëtar të fesë së vërtet në rrugën e Allahut Azza wa Jall. Disa prej tyre janë jo besimtar, janë jo musliman, janë të qartë të cilët nuk i takojnë kësaj feje, janë kundër fesë Allahut Azza wa Jall, janë në rrugë të humbura dhe të devijuara. Ndërsa kategoria e tretë, lloji i tretë i njerëzve janë ata të cilët paraqiten musliman, në të jashtmen janë musliman, me emër janë musliman, mirë po me zemër janë jo musliman. Në brendi e fshehin kufrin e tyre, urrëtien e tyre ndaj islamit, mllefin e tyre ndaj fesë Allahut Azza wa Jall, inatin, armiqsin kundër muslimanëve. Në brendësi e fshehin kufrin, në të jashtmen e paraqesin islamin. Këta janë munafikët, këta janë hipokritët. Shtohet pyetja, a ka sot munafik? A ka sot hipokrit? Hipokrit ka pasur në çdo kohë, edhe në kohën e Muhammedit sallallahu alaihi wasallam. Por derisa në atë kohë ka pasur njerëz që e kanë takuar atë, e kanë parë atë, i kanë parë argumentet e Allahut Azza wa Jall me sytë e tyre, megjithatë janë paraqitur musliman, në brendi nuk ka qenë musliman. Këta janë për të cilët tha Allahu Azza wa Jall, wa idha laqul ladhina amanu qalu amanna. Kur takohen me muslimanët thonë edhe ne jemi musliman. Wa idha khalu ila shayatinihim qalu inna ma'akum. Kur takohen me shejtanët e tyre, me armiqtë e islamit thonë ne jemi me juve. Këta janë munafikët, këta janë hipokritët, njerëzit më të rrezikshëm në dunja. Nuk dallohen, nuk dihen, paraqiten në mesin e muslimanëve musliman, mirë po ata në realitet nuk janë musliman, saqë u paraqiten edhe në kohën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Edhe në atë kohë munduan që të sjellin fitnë, që të sjellin përçarje, që të sjellin largim të njerëzve nga islami, nga pasimi i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Derisa pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e përgatiti ushtrinë për në luftën e Uhudit. Rinia, shumica e tyre ishin që të dalin prej në Medinë dhe të takohen me armikun në Uhud.
Mirë po disa më të vjetër ishin që të qëndrojnë në Medinë. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam urdhroi që do të dalim në Uhud, duke shkuar rrugës munafikët, në mesin e tyre koka e munafikëve. Abdullah bin Ubej bin Seluli, i cili u paraqit musliman, në realitet nuk ishte musliman, filloi të nxit njerëzit që të kthehen në momentet më të vështira, në momentet më të rrezikshme, në momentet që musliman do të përballen me armikun, në kohën e luftës, filloi që të krijon përçarje në mesin e ushtrisë, derisa duke shkuar në luftën e Uhudit, munafikët nxitën në ndarje të ushtrisë dhe e ndan 1/3 e ushtrisë. U kthye nga lufta, u nda nga ushtria 1/3 e ushtrisë. Këta janë njerëz të rrezikshëm. Dami i tyre në islam është i madh. Dami i tyre në ummet është i madh. Dami i tyre në mesin e muslimanëve është shumë i madh. Këta janë special për të krijuar fitnë, për të sjellë përçarje, për të futur urrëtie në mesin e muslimanëve. Kështu ndodhi edhe në atë kohë. Paramendojeni në luftën e Beni Mustalikut. Këta njerëz, koka e tyre, Ibn Seluli u mundua që të flet edhe kundër pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, derisa tha: la tunfiku ala man inda rasulillahi hatta yanfaddu. Mos jepni, mos e ndihmoni pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, mos jepni zakat, mos jepni sadaka, mos ndihmoni. Këta zakonisht do t'i gjesh në atë kohë, edhe në këtë kohë, që ndalojnë prej punëve të mira. Nëse don dikush me e bën një të mirë, munafikët do të thonë: mos e bën, ruju prej tyre, largohu, mos ndihmo, mos përkrahu në çdo punë të mirë. Than: mos i jepni pejgamberit sallallahu alaihi wasallam deri kur? Deri të dështon. Ndërsa koka e tyre tha: la irja'na ila al-Madinati la yukhrijanna al-a'azzu minha al-adhall. Kur të kthehemi në Medinë, do të shihni ai që është krenar, Ibn Seluli, do ta nxjerr prej Medine atë që është i nënçmuar kanë, do ta nxjerr pejgamberin sallallahu alaihi wasallam dhe sahabët e tij. Kështu kërcnua. Mirë po atë e dëgjoi një sahabi i ri, mirë po i devotshëm, pasues i sinqert i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, Zeid bin Arqam radiyallahu anhu. I dëgjoi këto fjalë, i tregoi xhaxhait të tij, i cili i tregoi pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Kështu ka thënë Ibn Seluli, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e thiri atë. Ai ke thënë ti këto fjalë? Tha: pasha Allahun jo. Këto janë cilësitë e munafikëve. Pasha Allahun jo. Ndërsa i kishte thënë ato fjalë, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i tha: largohu dhe vazhdo. Ndërsa Zeidi sikur doli gënjeshtar, i tha disa fjalë, mirë po nuk qëndruan. Atëherë Allahu azza wa jall zbriti ajete në Kur'an dhe tha: këta janë ata të cilët kanë thënë: la irja'na ila al-Madinati la yukhrijanna al-a'azzu minha al-adhall. Këta kanë thënë: të kthehemi në Medinë. Kur të kthehemi atje, do t'i nxjerrim këta muslimanët në krye me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, do t'i nxjerrim prej Medinës. U vërtetua fjala e Zeidit. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam tha: o Zeid, Allahu e ka vërtetuar fjalën tënde, ti e ke thënë të vërtetën. Ndërsa Ibn Ubej, Ibn Seluli i ka thënë këto fjalë kundër pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Mirë po ndodhin çuditëra, mirë po ndodhin raste që njeriu ndoshta mahnitet nga Ibn Seluli, nga ky munafik i madh i asaj kohe. Doli një djali i tij, Abdullahu, i cili ishte sahabi i sinqert. Nga i vdekuri del i gjalli, nga i gjalli del i vdekuri, nga një njeri armik i islamit del një njeri pasues i islamit. Abdullahu tha: ja Rasul Allah, nuk do ta lejoj babën tim të hinë në Medinë
derisa ti të japësh leje. I doli përpara babës me shpatën e tij në dorë dhe tha: "Pa dhënë leje pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, ti s'mundesh me hi në Medinë." Atëherë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam dha leje, hini Ibn Seluli në Medinë i nënçmuar, ndërsa pejgamberi sallallahu alaihi wasallam krenar, mirë, po ky është rreziku i tyre. Këta çdo herë kanë qenë në nxitje të së keqes, në ndalim të së mirës, derisa pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i nxiti sahabët që të japin për në luftën e vështirë, në luftën e Tebukut, që ta ndihmojnë ushtrinë, secili me mundësitë e tyre. Munafikët e luajtën rolin. Disa nga sahabët dhanë shumë. Erdhi Abdurrahman bin Aufi radiallahu anhu, tha: "Ja Rasul Allah, prej meje janë 4.000 dirhem, nga 8.000 dirhem 4.000, por hirtë Allahut azza wa jall 4.000 i ja kam lanë familjes." Erdhi dikush i cili nuk i kishte mbush grushtat e tij me pak ushqim, i solli te pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Por atë i cili dha shumë than: "Ky e ka për sy e faqësi, ka ardhur të lavdrohet." Por atë i cili dha pak than: "Po çka ka nevojë Allahu për pasurinë e tij, me 2 grushta ushqim, çka do të ban dobi pasuria e tij?" Ai i cili jep shumë i akuzuar, ai i cili jep pak i akuzuar. Çdo kush që ban mirë është i akuzuar. Derisa Ibn Taymija rahimullah tha: "Do ta gjesh cilësi në mesin e munafikëve, akuzimi i njerëzve të mirë por vepra të mira. Çdo kush që ban mirë, ata do ta akuzojnë. Çdo kush që ban mirë, ata do ta shajnë." Allahu azza wa jall tha: "Alladhina yalmizuna almutawwi'ina min almu'minina fi as-sadaqat, والذين لا يجدون إلا جهدهم فيسخرون منهم سخر الله منهم." Ata të cilët tallen me sadakan e muslimanve, edhe ata që japin shumë, edhe me ata që nuk kanë dhe japin pak, bën hajgare. Sakhir Allahu minhum, Allahu tallet me ata. Walahum adhabun alim, ndërsa në ditën e gjykimit këta njerëz kanë një dënim të dhëmshëm. Mirë po, paramendojeni pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në momentin që i erdhi fundi Ibn Selulit, momenti që vdiq koka e munafikëve në Medinë, ai i cili e nxiste çdo të keqe, çdo fitne, i adorzoi shpirtin Allahut azza wa jall. Djali i tij Abdullahu tha: "Ja Rasul Allah, ma jep këmishën tënde, që t'ja mbuloj trupin babës tim dhe ta varosi babën tim me këmishën tënde." Subhanallah. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e nxori veshjen e tij, i dha Abdullahut që me atë veshje ta mbulojnë kand Ibn Selulin. Subhanallah. Ky ishte pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Ky ishte edukata e lartë e tij. Ky ishte mëshira e madhe e tij. E nxori veshjen, i dha atij me atë veshje të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. U mbulua dhe u varos Ibn Seluli. Erdhi Abdullahu, djali i tij, për babën e vet, megjithse e dinte gjendjen dhe rastin e tij, tha: "Ja Rasul Allah, falja xhenazën. Ja Rasul Allah, falja xhenazën babës tim." Kujt? Kokës së munafikëve. Omeri radiallahu anhu u mundua që ta ndalon: "Ja Rasul Allah, a do t'ja falësh xhenazën Ibn Selulit?" Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam u nis që t'ja fal xhenazën. "Ja Rasul Allah, po ky ka shpif, po ky ka nxitu rretje, ky ka fol kundër islamit, ky ka fol kundër teje, ky ka bë gjitha ato fitne, këtij njeriu ja fal xhenazën?" Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam megjithatë u ngrit që t'ja fal xhenazën. Subhanallah, kujt? Armikut më të madh. Mirë, po në të jashtmen ka qenë musliman. Derisa Allahu azza wa jall zbriti ajet në Kur'an dhe tha: "Wala tusalli ala ahadin minhum mata abada." Kur mos njanit prej tyre mos ja fal xhenazën. Deri tash nuk ka qenë ajeti. Prej këtij momenti
kur ma munafikve mos u afal gjenazen, wala takum ala qabri, dhe mos qëndro pran varit të tyre me bo dua për ata, innahum kafaru billahi wa rasuli, ata kanë bo kufër ndaj Allahut, ndaj pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, wa matu wa hum fasikun, dhe kanë vdekur në atë gjendje të mëkatit, të kufrit, të hipokrizis, të nifakut. Prej këtij momenti undalua falje e gjenazes së munafikëve. Munafikët janë të rrezikshëm në atë kohë, në çdo kohë, në këtë kohë besimtarët duhet të kenë kujdes nga lojat e tyre, nga kurthat e tyre, nga mashtrimet e tyre, nga fitnet e tyre. Çdo kush i cili mbjell fitne, çdo kush i cili nxjerr urrëtie, çdo kush i cili nxjerr mllef, çdo kush i cili thret në të këqija, çdo kush i cili ndalon nga e mira, ne duhet të ruhemi prej tyre, nga se këto janë cilësitë e munafikëve. Ne lutim Allahun Azza wa Jall, Allahu të na ruan neve në zemrat tona, në sinqeritetin ton, në imanin ton. Allahu të na mbron nga nifaku, nga hipokrizia. Allahu të na ruan neve, familjet tona, gjendjen ton, rinin ton, të rit ton. Allahu Azza wa Jall të gjithëve së bashku në rrugën e tij të na udhëzon. Lusim Allahun Azza wa Jall, Allahu munafikët me zvete në vendet tona dhe në vendet tjera të muslimanve, Allahu me zvete të ishkatron. Lusim Allahun Azza wa Jall, muslimant kudo që janë, Allahu t'i ndihmon, gjendjen e tyre Allahu t'a lehtëson, të varfërit tan Allahu t'i pasuron, të sëmurët tan Allahu t'i shëron, të vdekurit tan Allahu t'i mëshiron. Lusim Allahun Azza wa Jall, nga dënimi i tij të na shpëton, në Jannatul Firdaus të na bashkon. Amin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wa subhanaka Allahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk.